Një pyetje që nëse kuptojmë na muslimant, besoj që kena më rahatu shumë. Pyetja jam është, a mundesh me ik prej vdekjes? Krejt kanë me thonë jo. Kurse si sën ik prej vdekjes? Gatësh, ka thonë Rasulullah alayhi salam, rizqi, furnizimi, i cili i është caktuar robrit prej Allahut azza xal, e njek robin ma shumë se sa që e njek e gjeli tina. Do me thonë, në qofë se e gjelit së njik, rizkit së njik edhe ma heq. Ata që e ka caktua Allahu azza xal ka me ardhë të ti. Tash, të zgjedhe me fitu me njerës, me halal, e jo me zgjedh rrugë të haramit, po shkak se nuk ki mundësi me marrë veç se ata që Allahu ka shkru për ty. Ajo ka me ardhë edhe në qofë se punojna punë të vështira, edhe në qofë se lodh me njerësmi, ajo vjen. E në qofë se i him këty në rrugëve për shkurti, vedente me transport, edhe kësi, nështë e mërin që atave që nuk e shehajrin. Qa do? Qa u ka në caktum, ajo vjen të ti, ma shumë jo. As ma pak jo. Kështë që mos e lodhën këtë dunja. Po na, kur kush nuk është të thonë, mos me punu.